Koncepti mbrojtjes raketore të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për kupolën e artë ringjall një iniciativë të diskutueshme prej dekadash dhe ndërtimi i saj mund të përmbysë rregullat në hapësirën e jashtme dhe të riformësojë marrëdhëniet mes fuqive kryesore hapësinore në botë. Njoftimi për kupolën e artë, një rrjet i gjerë satelitësh dhe armësh në orbitën e tokës, që pritet të kushtojë $175 miliardë, mund të përshkallëzojë ndjeshëm militarizimin e hapësirës, një trend që është intensifikuar gjatë dekadës së fundit, thonë analistët e hapësirës. Ndërsa fuqitë më të mëdha hapësinore në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina, kanë vendosur asete ushtarake dhe të inteligjencës në orbit që nga vitet 1960, ato e kanë bërë këtë kryesisht në fshehtësi. Nën ish presidentin Joe Biden, zyrtarët e forcës hapësinore të Shteteve të Bashkuara kishin ngritur zërin për nevojën për aftësi më të mëdha hapësinore sulmuese, për shkak të kërcënimeve hapësinore nga Rusia dhe Kina. Kur Trump mjoftoi planin e tij të kupolës së artë në janar, u pa një ndryshim i qartë në strategji, një ndryshim që thekson një lëvizje të guximshme në hapësirë me teknologji të shtrenjtë dhe të patestuar, që mund të jetë një ndihmë financiare për kontraktorët e mbrojtjes amerikane. Koncepti përfshin raketa me bazë në hapësirë që do të lëshojnë nga satelitët në orbit për të shkatruar raketa konvencionale dhe bërthamore të rrëshuara nga toka. Mendoj se po hap një kuti të Pandorës, thot Victoria Sampson, drejtoreshe sigurisë dhe stabilitetit hapësinor në think tankun Secure World Foundation në Washington, duke ju referuar vendosjes së raketave në hapësirë.